po ju bëj një pyetje juve, edhe publikut, opinionit, edhe bashkësisë ndërkombëtare dhe ja bëj tek a tek secilit diplomat. Sa përqind ka pas shqiptar në Kërçove, dini? Mbi 60. Po të ndodhë Maqedoni të fitoj zgjedhjet parlamentare në një parti shqiptare, edhe tjetë kandidat për kryeministër me ndotha që çka ndodh? Luftë. Se pranojnë Maqedonët këtë asnjëherë. Ky është realiteti në cilin ne jetojmë. Në atë që jetonte Ali Ahmedi ishte pseudo-patriotizmi, i mbështjellur bukur, mirë, mënyrë soft, që ka në tradhti. Absolutisht. Absolutisht. Jo tash, të gjithë veprojnë si struç. A ky kandidatin Bërvenisi kujt është? Ky shqiptari që hubi. Shumë i sa njerëzve se di. A dini pse se din? Se Zot me gjithi ka frikë të kallëzoj se është kandidati i partisë time. Sa keq. Sa keq. Nëse Alia ka përgjegjësi të plot për atë që ndodhi në Kërçov, për Bërvenis kush ka përgjegjësi?